U kthyem përsëri në transmetim të drejt për drejt në Studio Live. Do lidhemi në këto momente me avokatin Ylli Manjani. Manjani, të përshëndes. Faleminderit që je në Studio Live. Kënaqësi që të kam. I ke ndjekur zhvillimet e ditës sotme, dua një koment nga ana jote si për rastin e zotit Veliaj që mbahet përsëri në qeli, por edhe për zotin Meta, për të cilin u shtyn edhe hetimet me 3 muaj të tjerë, por të dy do të jenë në qeli. Për fillim nga Meta, nuk e kuptoj shtyrjen e hetimeve. Nëse personi është marrë i pandehur, nuk e di tani pse i shtyn hetimet. Është marrë i pandehur, çohet gjyq. Pra, ose s'është vërtet fakti që e kanë marrë i pandehur, nuk e di tani se cila është e vërteta. Po zakonisht kur personi përfundon hetimet, merret i pandehur, i lihet 10 ditë kohë për të bërë ato observacionet dhe pastaj çështja shkon në gjyq. S'ka në gjë këtu për të shtyrë, nuk di pse duhet shtyrë. Ose pastaj këto e kanë bërë mbylljen e hetimeve në afat në ditët e fundit të afatit ligjor dhe bëjnë kështu shtyrjesh për të qenë brenda se gjithmonë duhet një gjë për të qenë brenda. Kjo është për sa i takon Metës. Domethënë nuk kam shumë informacion, por besoj që është pak e çuditshme se si është e mundur që shtyhen afatet hetimore kur hetimet kanë mbaruar. Nëse hetimet kanë mbaruar, atëherë çfarë kërkon shtyrja? Kjo është pyetja që duhet bërë dhe duhet sqaruar nga pikpamja ligjore, kurdo që të keni mundësi dhe kujdo që të keni mundësi t'ia bëni këtë pyetje, mirë është t'ia bëni. Sa i takon rastit Veliaj, sigurisht nuk është se kishte në pritshmëri tjetër. Por ka një gjë në rastin Veliaj që nuk e di, të paktën mua më bën përshtypje. Domethënë, sa herë Erion Veliaj bën një kërkesë, një apel apo një rekurs në gjykatat supreme, aq herë atij i shtohet një gjë e re. Pra, bëri kërkesën e parë në apel, i nxorën përgjime. Bëri rekursin në gjykatë lartë, i shtuan një akuzë ose episodet akuzës. Dhe kjo më le të kuptoj që në këtë pyetja e parë që në qoftë se ky njeri është arrestuar, pse s'ia bën më përpara këtë gjëra, po e bëjnë tani. E dyta, si është e mundur që të gjitha këto veprime bëhen gjithmonë në përgjigje të një kërkesë ose koincidojnë si përgjigje e një ankimi që personi bën në gjykatat supreme. A mos jemi këtu në kushtet e një përndjekje penale? Kjo është pyetja ose domethënë analiza që niset nga një bazë jo e parësyeshme dyshimi dhe që mendoj që duhet verifikuar në ditët në vijim dhe çfarë ndodh me këtë rast. Kjo është situata. Pastaj unë nuk kam një shpresë që Remelia del nga burgu, të jemi realist, në kushtet ku jemi, me ligjet që kemi, me situatën që kemi, nuk besoj që ka në një vendimarrje të shpejtë në këtë drejtim, gjithmonë duke u nisë nga situata ku jemi. Por këtë pyetje, ju lutem, këto dy pyetje, për të dy këto raste, po të keni mundësi t'i bëni, do bëni një shërbim shumë të madh interesit publik, për të kuptuar, pra si në rastin Meta, çdo më thënë zgjatje hetimi kur hetimet mbyllen, pra paracakohesh u shpall mbyllja e hetimeve. Tani pse zgjatja e hetimes? Ashtu edhe në rastin Veliaj që sa herë ankohet, i del gjithmonë një gjë, i nxjerrin gjithmonë një gjë të re. Duket sikur ja bën për hakmarrje, do që po u ankohet të nxjerrin tjera. Tani kjo është përndjekje, të them drejtën. Por megjithatë duhet verifikuar dhe mirë është merret informacion më i plot nga spaku për këtë gjëra. Manjani, para se të kalojmë në politik, do ishe i gatshëm të mbroje një nga emrat që përmenda pak më lartë zotin Veliaj se zotin Meta nëse do ta kërkonin apo jo? Unë me këtë punë bëj, me këtë punë jetoj. Pikërisht, prandaj të pyeta. Dhe nuk kam në një kompleks gjykim apo paragjykim. Se di, kjo është një situatë hipotetike. Nga Erion Veliaj po kam patur jo nga Verioni vet, po nga personat afërt më të kam patur një ofertë, por nuk e pranova, kështu që. Po nga zoti Meta apo ju e keni thënë lufta brenda? Me zotin Meta, jo, nuk kam asnjë luftë brenda as jashtë me askënd, po me zotin Meta kam kohë që s'kam kontakt, kështu që nuk gjykoj dot. Mirë, kalojmë në politik.
Manjani, si e ke parë këtë kërkesën që u aprovua të opozitës për të hapur edhe qarkun Fier? Do ketë rinumërim në Tiranë, do ketë rinumërim në Vlorë, ta deshifrojmë pak çfarë do thotë rinumërimi. Mund të ketë ndryshim të mandateve në Tiranë, me shumë gjasa ata mendojnë që do ja heqin edhe mundësisë ta Gronshejt, por në Fier ç'ne? Atëherë, shikoni, e keni parasysh atë shtrirjen që e ka lënë zemra, pra i kanë bërë edhe atë masazhin kardiak, edhe e kanë shtypur, i kanë dhënë dhe frymëre artificiale, edhe prapë në zemra nuk reagon, dhe në fund çfarë bëjnë mjekët? I bëjnë një gjylpërë të madhe me nitroglicerin, më tepër për të shëruar të gjallët, sa që ka vdek. Kështu është edhe kjo puna e rinumërimit, ose në saktë e këqyrjes, apo qyeni si doni, nuk ka rëndësi e rihapjes së kutive për të rivlerësuar se çfarë ka, pra si është numëruar vota në kutitë e votimit. Kjo është pak a shumë ushtrimi që duhet bërë, por që në thelb pacienti është i vdekur. Domethënë, kur them pacienti, humsi i zgjedhjeve është i vdekur, është i mbaruar. Dhe nuk ka në një pritshmëri që ndryshon rezultati apo krijohet në një gjë e jashtëzakonshme. Tu po diskutohet një proces numërimi. Pra domethënë Partia Demokratike më së shumti, po edhe anëtarët e komisionit ankesave në kastë që janë të opozitës, kanë çelur një praktikë për të bërë një farë riverifikimi të mënyrës se si është numëruar vota. A ka patur gabime, apo ka patur devijime të qëllimshme? Kjo është pyetja që duhet marrë përgjigje nga kjo rihapje kutish. Në një kuptim, procesi i bën mirë, sepse shuan çdo lloj dileme që vota është numëruar mirë apo gabim. Në këtë kuptim them që pra procesin e votimit, që do të thotë nga momenti kur është hedhur vota në kutinë e votimit dhe derisa është numëruar dhe ka dalë rezultati, ky proces mirë është të verifikohet dhe kjo po bëhet. Dhe kjo është një gjë e mirë, sepse në fund ditës, për të mirë apo për të keq, procesit gjithë do binden që këtu nuk ka patur ose ka patur rregullsi apo pa rregullsi në proces. Pra pastërtia e procesit është e rëndësishme, e procesit votimit. Ndërsa sa i takon pastaj pretendimeve të tjera që ka PD-ja, pra i vdekuri që e ka lënë zemër, është pastaj një histori tjetër, jo krimi, jo intimidimi, jo blerja, jo shitja, jo treni, jo karoseli, jo ky, jo ai, jo më thash. Të pastaj pjesë e librit zi që do shikojmë që vitet në vijim, ndoshta do jetë volumi numër 2 i librit të zi, të zgjedhjeve që do fillojë të çudisë dynjan, apo do gajasemi politikisht praktikisht. Por ajo që ka ndodhur në procesin zgjedhor, me këtë, domethënë unë nuk besoj që ka devijime edhe në numërim, sepse duhet kemi parasysh një gjë që si në procesin e votimit, ashtu edhe në procesin e numërimit, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste janë përgjithëse zyrtare. Ata kanë patur njerëzit e tyre, të emëruarit e tyre, besnikët e tyre në këto komisione, edhe në numërim, edhe në procesin e votimit, edhe në procesin e vendimarrjes së KZAZ-ve. Kështu që në qoftë se aty janë bërë pislëqje, do të thotë që i kanë bërë vetë. Në këtë kuptim, është për të përshëndet iniciativa e KAS-it që në fund ditës le të dalin ato pislliqe dhe ata komisionerë apo numërues që i kanë bërë le të përfundojnë në burg dhe të shohin pastaj që a do ketë më komisionerë që ti shërbejnë partive politike apo kandidatëve për interesa, ku diun çfarë interesash. Nëse është kjo rasti. Por unë personalisht nuk pres të ketë ndonjë ndryshim as në procedurën, as pas procedurës së rinumërimit. Manjani, ti njeh shumë mirë edhe aspektet ligjore dhe aspektet si votohet dhe si numërohet. Zoti Berisha ka bërë një deklaratë ditën e sotme që të gjithë ata numërues që janë te PD-ja, edhe nëse do ketë patur ose nëse do verifikohet tjetërsimi i votës, pra nga një kandidat ka shkuar te kandidati tjetër, do të amnistohet. Por a ka mundësi Partia Demokratike të amnistoj numëruesit e saj nëse do gjenden me shkelje, kanë tjetërsuar vota, siç thon disa kandidat, kanë parë video në Durrës, por edhe në Tiranë. Partia Demokratike me të gjitha deklaratat e saj ka humbur busullën. Kjo është një pjesë tjetër e Partisë Demokratike që vetëm largon njerëz dhe nuk afron njerëz.
Dhe kemi parasysh që komisionerët dhe numërues kanë sakrifikuar ditë dhe orë nga jeta e tyre, edhe në kushte të vështira, duke bërë një punë quasi vullnetare, me thënë drejtën, për hir të partisë. Tani çfarë thot partia, do ju fus në burg, se po t'ju fusë në burg, pastaj se kismet edhe mund t'ju amnistoj. Te po ju thot praktikisht. Po se si do amnistoj... Manjani, edhe me një votë të tjetërsuar mund të shkojnë në burg ata? Pra, ta serë pak të pikë. Po themi tani, në qoftë se kjo është, domethënë, unë nuk jam për burg, ju e dini që unë jam për burg. Edhe unë jemi dakord bashkë, po them, sipas ligjit gjithmonë. Jo, nuk ka rëndësi, këtu po flasim për llogari politike. Pra PD-ja, Berisha thotë që hyni një herë në burg praktikisht, se pastaj do ju amnistoj. Amnisti do të thotë ta kesh bë burgun, ti je në burg, pastaj do të amnistoj. Apo jo. Kjo është fjala amnisti. Se për çfarë përdor fjalën amnisti? Amnistia është për dikë që ka hyrë në burg, për gjë të dënuar, ose për dikë që është në ndjekje penale. Pra ti çon një ndjekje penale, shkojë të japi llogari atje, pastaj do çohet Berisha me 41 deputetët e tjerë, se vetëm është i 42-ti, e 8 tjerët i ka aleat, e kupton, që të bëj amnisti e cila kërkon 84 vota minimalisht. Tani urdhoni, logjikojeni vetë se sa e vërtet është kjo, por në kuptimin e menaxhimit të kontributeve në një parti politike, unë e konsideroj deklaratë pa përgjeshme, në thënë vërtetën, sepse unë nuk e di, a do të ketë njëri më që t'i shërbej komisioner apo numërues kësaj partie, e cila me shumë dëshirë dhe zjarr kërkon të çojë në burg njerëzit? Kjo është pyetja. Manjani, së fundi ka disa zëra në PD, jo të konfirmuar, që thonë mund të ketë disa lëvizje për demokratizimin e partisë, ndoshta për kërkuar largimin e zotit Berisha. Këtë po e them unë, nuk është se po e thonë zëra, por është e vërtet që mund të ketë një lëvizje dhe zoti Ali Mehmeti është një prej tyre që po e thot nën zë këtë çështje. Besoni që mund të ketë një lëvizje brenda PD-s për ta hapur, për ta demokratizuar, për ta ndryshuar, apo është e pamundur pasi zërat radikal dominojnë zërat qytetar? Jo, nuk besoj që Partia Demokratike mund të hyjë në një proces ndryshimi aq më tepër radikal siç thoni ju, në kushtet ku gjendet. Edhe për shkak të gjithë historive që kanë ndodhur deri më sot, Partia Demokratike kjo Partia Demokratike sigurisht nuk gjen më mirë se sa Berisha, patjetër që jo. Do të jetë vetëm vullneti Berishës ai që mund të bëj një farë ndryshimi në drejtimin e asaj partie, por përtek saj unë prapë insistoj tek logjika që ju thash pak më përpara. Pacienti ka vdekur, domethënë të ndryshojë truri, ndaç koka, ndaç veshkat, ndaç të thash, pacienti ka vdekur, e ka lënë zemra praktikisht. Ata kanë humbur fijet e çdo lloj kontakti me realitetin, me Shqipërinë, me shqiptarët, me të ardhmen, me të tashmen, me të shkuarën. Partia Demokratike nuk identifikon dot sot një grup social në Shqipëri që të gjej veten tek Partia Demokratike. Më thoni pronarët nuk janë pjesë ish pronarët po themi, apo ish përndjekurit, apo kapitalistët, apo gjithë të nacionet e së djathtas, apo qoftë të majtës, një grup social që të jetë identifikuar me këtë parti, me cilën kjo parti të luftoj për ta dhe të mbrojë interesat e tyre, ta e kanë humbur këtë realisht të busull. Edhe unë nuk mendoj që këto janë më alternativë. Këta herën e fundit që kanë fituar zgjedhje janë në vitin 2011, kur kanë fituar Bashkinë e Tiranës, me ndihmën e LSI-s edhe me ndihmën e të ndjerit Isni Milloshi, kanë fituar Bashkinë e Tiranës, dhe kjo është hera fundi që kanë fituar një pas zgjedhje për të qenë. Që nga ai vit, jemi 14 vjet me vonesë, më vonë, domethënë nga kjo ngjarje, dhe ata s'kan fituar asgjë, praktikisht kanë humbur instiktet e pushtetit, kanë humbur instiktet e zyrave të shtetit, kanë humbur instiktet e të qenit alternative, të qenit njerëz të besueshëm, dhe të qenit njerëz ose grup politik që përfaqësojnë diçka. Ta kanë ardhur gjithmonë më shumë duke u rrudhur, duke shkëputur kontaktet. Ta flasin për çfarë them këtu, sipas Partisë Demokratike, kushdo që bën biznes është kulak. Nuk thuhet kulak, po thuhet i korruptuar. Kushdo që bën biznes pak më shumë quhet oligark. Kushdo që ka një shtëpi apo ka një vil quhet i korruptuar. Kushdo që administron një punë
me burimet e veta, është njëri i lirë dhe bën një farë profesioni konsiderohet borgjez. Dhe që çfarë them unë, ose pastaj kushdo që ka firmë ndërtimi është drogaxhi, kushdo që punon në shtet është narkoshtet. Shifini këto janë terma të Partisë Demokratike në vite që janë të akumuluar, dhe më thoni mu çka ka met tani, kushdo që nuk është me këta është armik, legen i shitur ose i bler, ose trafikant ose grupi strukturuar kriminal. Ja Allah po dalësh bësh fushat kundra këtyre, quhesh grup armik, çfarë them unë, kriminal, termat kësaj natyre janë të gjitha terma këto, fjalë këto të Partisë Demokratike. Tani më thoni mu kush janë grupet sociale që kanë mbetur që i përfaqësojnë këta. Në përjashtim të një grupi militantësh që sa vinë edhe ato dhe rrullen, sepse jeta është shumë më dinamike, ka më shumë alternativa. Përgjithsisht demokratët kanë zgjedhur të ikin, të bojkotojnë partinë e tyre me drejt zotit, sepse nuk kanë gjetur asgjë që të jetë në ADN-n e kësaj partie që t'i përfaqësojë ata dhe të jetë një alternativë. Kjo është gjithë historia. Këtu është tash, këtu sipas Partisë Demokratike, këtu është një narko-shtet. Këtu janë të gjithë të droguar, bile dhe analistët në media, pash një koment aty që ishin sulë një analist, i thoshin narko-analist. Kupton çani çfarë të thosh, narko-analist. Urdhër hajde më thujti mua. Edhe fjala e lirë, pra këta që luftojnë për fjalën e lirë, edhe ai që ka një mendim të lirë dhe një fjalë të lirë quhet narkoman. Tani, ku diun, të shitur e të blerë po, sepse nuk diskutohet, domethënë, veçanërisht po të flasësh në televizione, qoftë të televizioni juaj, quhemi të shitur, quhemi të blerë, kupton që ka gjëra të blerë njëri. Jo, dakord. Nuk po them që keni blerë, por po them që këto janë fjalët që vinë nga fjalori i këtyre. Dhe më thuaj mua kë përfaqësojnë këta. Çka ka me të përfaqësuar? Donin dhe emigrantët me shumë insistim. Emigrantët, marrin mend sa një vit. Po, nuk shiten, nuk bëhen e pamundur. Kemi bërë për emigrantët. Megjithëse i paralajmëruam, them që do jetë votimi më i kontestuar i mundshëm. Sepse imagjinoni kanë shku flet votimi siç dihet me kishte sistemi. Në një familje, votimi është i hapur praktikisht. Ne nuk kemi ne iluzion që familjet tona votojnë, por për shembull fëmijët e mi, unë nuk e di se për kë kanë votuar. Çfarë e mi kanë shkuar të votojnë, unë nuk e di për kë. Unë s'kam shkuar të votoj. Është për shkak se sistemi është i mbyllur, secili ka punën e vet, shef mendimin e vet dhe atë bindjen e vet. Nëse po të vinin 4 flet votimi, sa që jam unë këtu në shtëpi, sigurisht do bënim një diskutim, me kujt ja japim për shembull. Pra kjo nuk është vot më. Imagjinoni kjo ka e lën tjerë aty posta ja do e lë, jam se tash e iku zarfi, erdhi zarfi B, zarfi C, zarfi D, iku A-ja, iku B-ja, meti këta historira të pralla që s'kan për të marrë një herë. E kupton? I lëm këto, po i qym të rregullta për një moment. Por fakti që ai votim u legalizua dhe u shit fort nga Partia Demokratike si shpresë, si aty kishte shpresën Partia Demokratike që do përmbyste Shqipërinë e këtushme, nuk ndodhi dhe s'kishte si të ndodhte. Dhe kjo është pra ajo që po them që kjo është një parti që praktikisht ka humbur sensin, ka humbur lidhjet me çdo grup social në Shqipëri. Kështu që tani ndash rri Berisha, ndash tiki Berisha, ndash vi i tjetër, ndash çkush do këta kanë kryer punë praktikisht. Dhe një orë më parë Shqipëria ka nevojë për të riorganizuar ose për të rihapur garën, më fal se zgjat apo se duhet ta. Jo, kemi kohë. Duhet ta marrë këtë mendim. Domethënë duhet të rihap garën në rradhët e opozitës dhe jo të një partie të vetme, por të opozitës, të disa partive në opozitë. Për këtë do të pyesja, po. Derisa të vinë tek një çfarë them unë, derisa të ngjizet dikush në këtë betejë që Shqipëria dhe shqiptarët fillojnë të besojnë që është alternativa. Përndryshe, një parti e vetme që zë rrugën e opozitës aty dhe e bën monopol opozitën, nuk funksionon, nuk ka për të funksionuar. Paktën në brezin e ri. Deri më sot ka funksionuar sepse duhet pranojmë që Berisha është lider, patjetër që është lider, e ka talent leadershipin, nuk diskutohet kjo gjë. Por është outdated, është me gjithë problematikën që ai ka, është i vjetër në moshë, kjo punë do energji, duhet përshtatesh me kohën, duhet të japësh mesazhe pak më ndryshe se sa që ke dhënë, gjëra të kësaj natyre, dhe ai tashmë nuk mjafton për të drejtuar opozitën, por duhen më shumë
hapësira dhe më shumë garë. Kurse sa i takon garës brenda Partisë Demokratike, ata nuk kanë kryetar më të mirë se Jorita Tabakun praktikisht. Ajo është më e votuar në Partinë Demokratike sot. Manjani, po partitë e reja si shikon? Mundet ato të bëjnë të kenë më shumë protagonizëm në parlament dhe të rriten, apo edhe ato i shikon vështira? Unë nuk mendoj që parlamenti është rruga e vetme ose mjeti i rëndësishëm i zhvillimit të tyre. Unë mendoj që ata do duhet të thellojnë atë punë që kanë nisur, sepse kanë bërë një punë të vogël, më thënë drejtën, dhe kanë marrë jo pak vota. Do duhet ta thellojnë të gjë, do duhet i përshtaten më mirë situatës politike, por vetmja këshill që unë kam për ata dhe për të gjithë xhanam që duan të jenë sfidant të pushtetit, është që më së pari duhet njohin Shqipërinë. Më së pari duhet njohin Shqipërinë dhe shqiptarët. Sepse ky refuzimi për të njohur shoqërinë, për të njohur vendin, për të njohur ku puntojnë shqiptarët sot, është bezdisëse, është deri në marrëzi praktikisht, sepse praktikisht në qoftë se ka një sukses Edi Rama në politik, ky është suksesi i Edi Ramës, njohja e Shqipërisë dhe shqiptarëve. Njohje par excellence, më thonë vërtetën. Ju dini që unë nuk jam fort dashamirës i politikës Edi Ramës, por e vërteta është e vërtetë, duhet thënë ashtu siç është. Pra është njohës i Shqipërisë dhe shqiptarëve, është njohës më i mirë praktikisht i Shqipërisë dhe shqiptarëve, ndaj dhe ka fituar, ndaj dhe është të ku është. Kështu që në këtë kuptim, të gjithë sfidantët duhet minimalisht bëjnë të njëjtin ushtrim, njohin Shqipërinë njëherë si fillim, sepse me shumë gjas politikat që ata propozojnë, alternativat që ata propozojnë, shkojnë përkundrejt asaj që pret Shqipëria. Pra imagjinoni, nëse se tani fillon sezoni turistik, gjithë jugu i Shqipërisë me këtë jeton në 12 muaj të ardhshëm të vitit, me të ardhurat e turizmit. Dhe nëse ti në këtë moment thua që narko, droga, ai, kulaku, oligarku, pra nëse ti impostohesh publikut në këtë gjë, sigurisht çfarë pret të dëgjoj ty ai? Në këtë moment, çfarë mendon ti? Mendon që ai do thotë që bravo sa thet sa fjalë të mira, thotë atë çka ke ngjen ti që ke kokër palle ti që sa ke shokun. Na le Allah të punojmë, bëjmë në lek. Kjo është thelbi i gjës, ky është dallimi. Pra, me shumë gjas partitë e opozitës, politika opozitare, në gjithë këto vite ka bërë këtë gabim. E ka orientuar të folurën publike kundër interesave të njerëzve. Dhe kjo e ka bërë praktikisht jo të pëlqyeshme, e ka bërë të rrullur, e ka bërë gjithmonë më të vogël në numra, po edhe në ide. Pra nëse ti vazhdon dhe insiston, pra nëse interesi për çështjet e drogës në Shqipëri është më pak se 3%, dhe deklaratat e opozicionit politik janë 98% droga, atëherë je jashtë kohë, je jashtë mode, je jashtë interesave të njerëzve. Njerëzit nuk jo të gjithë drogohen më. Dhe këtu ka dhe i problem shumë të madh, domethënë, që nëse ti vetë emër, jo po narko, jo po mafia, jo po gjëra të natyrës, dhe këtë e bën edhe me trumpeton edhe jashtë shtetit. Imagjino tash, unë nuk e njoh veten për drogaxhi, më thon vërtetën. Unë as nuk e di çfarë ngjyre ka droga. Bile përkundrazi ka marrë dhe kosto publike dhe politike për shkak të deklaratave antidrogë. Deklaratat forta. Dhe nuk e meritoj këtë sot unë tani të identifikohem tek cili do polic kur i nxjerr pasaportën në kufit e Europës, më trajtoj si drogaxhi. Pse? Sepse ne i themi njëri tjetrit narkoshtet, narkoregjim, drogë, ky më thet fash, gjërat sa natyre, ja bëjmë vetes të gjë. Kjo është historia. Dhe pse bëjmë të? Sepse dikush ka inat pushtetin, pushteti identifikohet me drogën, hajti bijem edhe vetes praktikisht. Për një plesht, djegim gjithë i organin. Kjo është praktikisht një gjë e papranueshme, më thënë vërtetën. Por që të kthejmë edhe një herë te teza e partive të reja të opozitës, po ata kanë hapësira për të zhvilluar, kanë hapësira për të punuar fort, aq më tepër që në kushtet ku Partia Demokratike do vi drejt gjithnjë më shumë drejt shkërmoqjes, duam ne, me sa duket cikli i asaj partie ky është. Atëherë, këtu ka vend për të bërë edhe analizë numerike, edhe analizë politike, por mbi të gjitha insistoj te kjo gjë.
duhet njohin Shqipërinë. Lumaj që e njeh Shqipërinë, lumaj politikan që e njeh Shqipërinë, që i njeh shqiptarët, sepse ai ka për ta shijuar pastaj edhe pushtetin edhe çdo gjë. Manjani, kam pyetje të fundit për Edi Ramën, për Partinë Socialiste. Çfarë presim në shtator? Si do jetë kompozimi i qeverisë Rama 4? Më jep një parashikim tënd dhe si e shikon Partinë Socialiste, pati dhe atje disa zëra të pakënaqur për tjetërsinë vote, një WhatsApp mjaftoi që të tërhiqeshin gjithë. Shiko, të jemi realist, në kushte normale Partia Socialiste duhet ishte në opozitë. Në kushte normale. Po. Por këtë normalitet nuk e vendosim ne, kanë vendos njerëzit. Dhe ne jemi detyruar të analizojmë atë që kanë vendos njerëzit. Se po të ishte për dëshirat tona, kush e di çka kishte ndodhur, do kishte ndodhur gjërat e tjera. Por do të thënë këtë, kam parasysh një gjë që fitoria e thellë e Partisë Socialiste nuk është një gjë e mirë as për Partinë Socialiste. Realisht. Sepse të qeverisish në kushtet e një disbalance të thellë politike, me shumë gjas dhe nuk ka pse të mos ndodhi kjo, është që Partia Socialiste fillon dhe përgjumet, mpaket, squllet dhe krijon defekte të mëdha në sjelljen politike në vend. Që një opozit pak më e fortë do t'i bënte shumë më nder Partisë Socialiste. Kur them pak më e fortë, kam parasysh me më shumë numra në parlament, se kështu me forcë muskujsh nuk i hy fare asaj logjike. Por me pak më shumë numra në parlament, do t'i bënte mirë Partisë Socialiste. Megjithatë, në këto kushte, unë prapë mendoj që PS dhe Edi Rama sfidën e kanë shumë më të madhe se sa që kanë patur për të mbajtur një qeveri eficiente, për të mbajtur një qeveri pune, edhe për të mbajtur në këmbë një qeveri që t'jetë sa më përfaqësuese. Do jetë një punë realisht shumë e vështirë, sepse ata do kenë oponencën më të madhe për gjumjen, squlljen, qelbjen, kalbjen, që janë fenomene shumë normale këta që ndodhin në kushtet kur një parti nuk ndjen që ka konkurrencë përballë. Në këtë kuptim, mendoj që shumë operatorëve të tjerë, jo vetëm të opozitës politike, media gjithashtu, shoqëritë civile aq sa ka, njerëz të lirë, profesionistë, duhet të jenë pak më aktiv në kuptimin që të jenë një farë oponence reale, profesionale, e duhur për vendimarrjet politike. Sepse tendenca që vendimarrjet të jenë abstrakte, absurde dhe in extremis është e pashmangshme në tilla raste. Dhe është e tepër tash ti kërkosh tyre që kanë fituar zgjedhje që të jenë edhe vetë regulator. Po arritën të bëjnë këtë, do vdesin pushtet, po nuk është shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Po qeverinë si e parashikon në Rama 4, Manjani? Do ketë emra të panjohur, emra të njohur, e balancuar, jep një parashikim dhe për këtë. Ti ta them, domethënë, shiko, në kalimin e viteve ka qenë e qartë tendenca që e ka futur Rama me shumë mund këtë dhe me shumë, si më thon, kryenësi, tendenca për ta shkëputur qeverinë nga partia dhe parlamenti. Këtë gjë e ka bërë duke ulur profilin politik të ministrave. Praktikisht, për herë të fundit, ne kemi pas ministra me profil politik të Taulant Ballën edhe Eren Braçën. Kemi realist. Dhe gjithë tjerët, me gjithë respektin, por nuk është se kanë profil politik, nuk se vinë nga një profil politik i spikatur. Janë të përzjedhurit e Ramës, të cilët kanë hyrë edhe në politik në vonë, por jo se kanë ardhur nga politika, jo se kanë ardhur nga karriera politike në Partinë Socialiste apo diku tjetër. Pra, kjo gjë ka ardhur duke u sfamuar në vite dhe në shumë gjast kështu do vazhdoj. Pra, ndoshta do i plotësoj edhe një dëshirë, më thojza, opozitës për një qeveri teknike fare do ja bëj, me sa duket. Të bëj aq teknike sa të them domosdoshmë, nuk do ketë kom politikani në qeveri, por në kuptimin organizativ, pastaj në kuptimin e menaxhimit punëve, nuk di, sfida është shumë e madhe për ne, sepse
domethënë, unë kam shumë vështirë ta mendoj që Rama në mandatin e 4, mas kaq viteve në qeveri, të vazhdoj të jetë në zyrë me të njëjtin përkushtim, në zyrën e punës. Sigurisht do të cedoj diku, do lëvizi, do shkoj atëherë në anën tjetër, do të duhet që qeveria të jetë në punë, po qeveria ku spati pak autoritet politik në drejtim, është ai risku tjetër që pastaj shkon në degradim ose në drejtim paditur. Pra të gjitha këto elementë që do duhet shohim se si do t'i balancojë Rama, realisht, ndoshta me një zëvendës kryeministër të fortë, politik dhe administrativ dhe ekzekutiv gjithashtu, dhe besoj që me ministra të rinj, me kështu me tyra të reja, besoj unë kështu e besoj nuk shoh se ka në një zhvillim tjetër politik. Qeveritë politike vinë nga marrëveshje politike. Pra në qoftë se PS-ja do ishte në marrëveshje politike, qoftë brenda llojit, qoftë edhe me partitë e tjera, po, do kishin një qeveri politike. Një qeveri e një partije me super shumicë në parlament, sigurisht që do jetë një qeveri teknikësh, ku përgjithësia fillon dhe mbaron te kryeministri dhe kaq. Manjani në fund të kësaj interviste, faleminderit shumë. Kënaqësi gjatë kohën të ishe në Studio Live për të bërë një analizë, besoj shumë cilësore dhe shumë të qartë. Faleminderit shumë Manjani, përshëndes. Ndërkohë, me këtë intervistë në fund të pjesës së dytë, kalojmë në jepësim reklama, qëndrojeni me ne, rikthehemi pas pak në pjesën e tretë.